AFD-ja nuk ka tragjike me bashkëpunimin me lëvizjen. Jo, nuk thashun që është tragjike, po nuk mundi mu thirrë në rrogovizëm, nuk mundi mu thirrë në rrogovizëm përderisa një ndër kundërshtarët politik më të mëdhenj Ibrahim Rrogovës ka qenë zoti Kurti. Kënë e ki pranishëm partinë Guxo prej njerëzve që kanë kontribuar në kohën e Ibrahim Rrogovës? Mas pari Vjosën? Jo. Shumë periudhë Vjosa o president, a politike. Shumë periudhë shkurt kohore maro Kurti dhe Ibrahim Rrogovës me Ibrahim Rrogovën një thonë aktivist maj. Shiko, unë atë sa kom lexu, atë sa kom pasur në atë periudhë normal që mosha eme Vetvendosja është themelu në 2005 nëse s'gaboj. Ibrahim Rrogova ka vdekur në shkurt 2006. Po veç në ata njerëz të Koni, se Koni ka qenë organizatë aktive në atë periudhë. Po tash, shiko, po flasim për organizatë politike. Kështu që lëvizja vetvendoset e 2010 s'ka qenë organizatë politike, ka qenë çfarë sinjali zoti Kozhala vizita e presidentes tek zoti Peci. A është ndonjë sinjal që po kthehet Vjosa te Guxo apo ishte